Përshëndetje. Ja ku jemi këtu me parashkimin e datës 8. Data 8 tetor të 2025. Duket se është një ditë me shanse të mëdha, me ndryshime të mëdha. Nëse duam të bëjmë diçka, të nisim diçka, është koha më perfekte, po, sepse dita e mërkur, siç është pikërisht kjo ditë, çfarë na sjell kjo data 8? Afrodita formon një gjashtkëndësh me Jupiterin. Imagjinoni, Afrodita është planeti i bukurisë, i dashurisë, i ekonomisë. Jupiteri është planeti i mundësive, i ndryshimeve dhe i takimeve të rëndësisë së veçantë në biznese, pra i shanseve. Atëherë, kemi të bëjmë një kënd jashtëzakonisht me fat që sjell optimizëm, kohë të mira, entuziazëm, suksese në marrëdhënie me financat. Me fat janë të shumë që ndikohen jashtë masë në këtë aspekt, janë Demi, Virgjëresha, Bricapët, Gaforia, Akrepi, Peshqit, në fillim të dhjetit të tretë. Këto janë edhe mundësit që mund të kenë, ose ata që kanë përballë këto shenja, ku ndikohen shumë të dhjetit të tretë, ose të kanë diellin dhe ascendenten. Është një mundësi e artë, nëse juve doni të nisni diçka të re, ose të nisni diçka që vërtet ja vlen, në fakt në një farë mënyre, ku është dhe koha e mirë për sa i përket zhvillimeve, ndryshimeve dhe mundësive që jepen. Gjithashtu ka të bëjnë dhe me udhëtimet, pse jo? Kjo ditë e mërkur ka shumë për të thënë dhe shumë për të thënë. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore, sepse koha ka treguar që çdo gjë shkon mbar në kohën që neve e kërkojmë dhe duam të nisim diçka. Duam të nisim diçka që jep mundësi, jep kohë për gjërat që neve duam të realizojmë, ose çështjet që kemi të bëjmë me anën e financave dhe të bisedimeve të rëndësishme. Kjo është koha jonë. Ky është momenti i duhur në lidhje me takime, në lidhje me ndryshime që jepen tani e tutje. Por pas se të fillojmë parashkimin e kësaj date kaq të rëndësishme dhe të dobishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar ku ndodheni në Shqipëri apo në diasporë në kërkim të parashkimit të detajuar. Atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për çdo lloj pakete që juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes dhe më pas shkoni tek sekretaria, është pikërisht kjo dritarja këtu, e klikoni, e shikoni dhe më pas jeni gati që të bisedoni për gjithçka juve doni dhe keni mundësinë në fakt për lidhje me anën ekonomike, lidhje me financat, në lidhje me ndryshimet ose gjërat e tjera që do të keni, i keni gjitha aty, pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi live dhe dëshironi që të merrni të dërgoni mesazh në fundit dhe të merrni një përgjigje live, atëherë kemi këtë butonin këtu, e klikoni dhe më pas dërgoni mesazh dhe merrni drejt për së drejti përgjigjen, ose nëse doni më tepër, keni numrin atje dhe mund të flasim në privat pastaj mbasi përfundon emisioni. Tani pa humbur kohë, fillojmë me 12 shenjat zodiakale, fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për ju të shenjës së Dashit duket se ka të bëjë shumë çështja që lidhen me ekonominë, lidhen me disa zhvillime të reja në lidhje me takime, në lidhje me ndryshime të mëdha që vijnë në andresën tuaj dhe kjo ka të bëjë shumë me ekonomi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me shigjetarët e dhjetit të parë dhe me Virgjëresh duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Për juve të shenjës së Demit, kam shumë lajme të mira për ditën e sotme, sepse nisni një rrugtim të ri dhe një mundësi të artë në fushën e karrierës suaj dhe jo vetëm. Është një moment shumë i mirë mbi ndryshimet që do të bëni dhe mbi takimet që do të keni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor dhe luan duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e binjakëve. Për sa i përket binjakët duket se janë në fakt në një fazë përgatitore për sa i përket ndryshimit punës, për sa i përket karrierës së tyre dhe momenteve që ata kanë.
Është një mundësi shumë e mirë për juve binjak të dashur të nisni disa bisedime të rëndësishme, të nisni disa gjëra që vërtet është diçka e mirë, pozitive, ekonomike dhe mundësi të arta që do të keni tani tutje, ku është koha më e mirë e mundshme dhe e dobishme për ditën e sotme, mund të nisni gjëra të mëdha dhe të bisedoni me njerëz kyç për sa përket punës suaj dhe gjërave të tjera. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshore dhe me dash duke të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e gafores. Gafore dashura, vjen një moment tani, vjen një moment që juve i keni mundësitë e zgjidhjeve dhe e çështjeve të mëdha financiare ekonomike, një moment shumë i mirë në lidhje me kontakte, në lidhje me ndryshime, në lidhje me bisedime që do të keni, kanë të disa biseda që vërtet nga njëra anë ju japin mundësinë, ju japin kohën, në anën tjetër ju japin edhe vullneti juaj që është dhe mundësia më e mirë e mundshme, është edhe një periudhë mjaft e mbarë në anën ekonomike financiare, mjaft e mbarë në lidhje me ndryshimet që keni, në lidhje me mundësitë që do t'ju jepen tani e tutje, ku është dhe koha e duhur për stabilizuar çështjet e financave në lidhje me biznesin, nuk e vë ndryshim, nuk e diskutoj gjë të tillë sepse është kohë më e mirë për juve në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshorët e 10 të parë dhe me akrepët e 10 të tretë, duke se gjërat janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë luani. Luan të dashur, nëse jeni në kërkim të një mundësie, të një çështje të rëndësishme ekonomiko-financiare, është momenti juaj mjaft i mirë, shumë pozitiv, sepse keni të bëni me ekonominë, keni të bëni me ndryshime ekonomike financiare, ndryshime pune, ndryshime me vendime që do të merrni në anën tuaj, koha dhe karriera juaj që është aja dhe zhëja, për sa i përket asaj çka juve keni, asaj çka juve jeni në biznese dhe në punë të tjera që do të realizoni në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmtë dhe 10 të parë, me bricaptë dhe 10 të tretë që është perfektja, por një kujdes të veçantë do të bëni me peshorët e 10 të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë virgjëresha. Për sa përket virgjëreshës, meqense virgjëresha duket se fjalën dy nuk e bën. Thot një herë, flet një herë, përfundon aty. Kjo kohë dhe ky moment është i duhuri mbi disa çështje, disa takime që bëhen tani në këtë periudhë, por gjithashtu është e koha ideale e ndryshimeve dhe e zhvillimeve të mëdha që juve keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashtë dhe 10 të parë, me bricaptë dhe 10 të tretë që është perfektja, por një kujdes të veçantë do të bëni me gafore të 10 të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e peshores. Për sa i përket peshoreve, meqense peshorët tani në këtë periudhë kanë disa mundësi në çështjen e kohës punës, lidhje me karrierën, në lidhje me takime, vendime, ndryshime, mundësi karriere dhe jo vetëm. Është një kohë shumë e përshtatshme sepse lidhet me ekonominë, lidhet me stabilizimin, lidhet me ndryshimet të tjera që do të keni, prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gafore dhe me bricap duke të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë akrepi. Meqense juve të shenjës së akrepit i keni mundësit, nuk ka diçka që mund të themi çfarë mund të bëni ose si mund të realizoni gjërat siç doni juve. Gjërat i realizoni dhe është koha më e mirë e mundshme për stabilizuar punën e ekonominë, stabilizimin e financave të biznesit, gjithashtu të gjitha këto përbëjnë një ndikim të mirë në pozicionimin e planeteve dhe në kohën e duhur për të nisur gjëra të reja në karrierën tuaj edhe jo vetëm. Kurse në çështje që lidhen me anën shpirtërore, ka disa mundësi, por më e arta është sepse ka të bëjnë me një çështje biznesi ditën e sotme, nga dreka është mirë të bisedohet, dhe në anën shpirtërore lidhjet që kanë bëjnë me luan dhe me binjak duke të mbara, një vëmendje do të bëni me peshk të 10 të parë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e shigjetarëve. Për sa përket shigjetarëve, meqense shigjetarët duket se tani e tutje, sido që të vinë gjërat, ngado që të nisni një rrugtim të ri juve të kësaj shenje, sepse kjo periudhë është mjaft e mirë
dhe tepër pozitive për të zgjidhur çështje problematike, për zgjidhur gjëra që të pazgjidhura më përpara për një arsye apo për një tjetër, është dhe koha tani është mjaft pozitive dhe pozicionimi planetar juve ju ndihmon në këtë drejtim për të ndryshuar shumë gjëra në jetën tuaj dhe momente të arta ekonomike në çështjet që kanë bëjnë me Virgjëresht dhe me ndikimin e Jupiterit, sepse Jupiteri dhe Afrodita, ku dy planetet sot, mund të bëni një bisedë shumë të rëndësishme dhe të ngrohtë me njeriu që juve kërkoni të bisedoni në lidhje me punën. Në dashuri duket se me Luan dhe me Dem duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e Bricapit. Për sa përket bricapëve, meqense bricapët tani e tutje kanë mundësinë dhe çështjet që janë në kohën e dur për të marrë zgjidhjen e dur në lidhje me ekonominë tuaj, në lidhje me takime, në lidhje me vendime shumë të rëndësishme, por meqense bricapi ka pasur shumë lodhje këtë periudhë, por dhe debate. Por këto janë kalimtare, kur duket se është një moment shumë i mirë tani dhe ana ekonomike ka të bëjnë shumë me marrjen e vendimeve të rëndësishme, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gaforre, me peshore, me dash, është një moment mjaft i mirë dhe shumë pozitiv për zgjidhur çështje problematike. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë ujori. Çfarë ndodh me ujorët? Dhe ku ujorët kanë mundësinë dhe çështjet e rëndësishme për zgjidhur problematikat e tyre? Po, ujorët nuk kanë se kanë probleme, po kanë gjëra që e kanë zgjidhur si problem, si çështje, dhe tani ka ardhur koha që gjërat ti nisin vetë, ti arrin qëllimit të tyre dhe është një moment shumë i mirë tani për sa përket çështjeve dhe mundësive të arta që ata kanë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrepët dhe diçit parë, luanët dhe diçitet është perfektja, edhe pse kanë pasur një ndarje me binjak, por duket se e zgjidhin tani e tutje. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e peshqeve. Për sa i përket peshqeve, juve të kësaj shenje duket se do ndryshoni vend pune, edhe sot është një moment shumë i mirë tepër pozitiv mbi zgjidhje dhe gjërave të tjera që do të keni në ndikimin e punës suaj, të karrierës suaj dhe momentet të arta që do të keni në anën e karrierës. Kurse në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshorët e diçit parë, me shigjetarët e diçit të dytë, që është diçka shumë interesante, por edhe disa biseda që do bëhen pas dite, mundoni t'i mbyllni sepse është kohë mjaft pozitive. Këto ishin pak a shumë, miqtë e mi të dashur, për sa i përket pikërisht datës 8 tetor të 2025. Por para se të ndahemi bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje, aty ndodh sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për kartës të blerjes, atëherë jeni gati për të marrë, siç e shikoni dhe atje, mund të merrni nëpërmjet telefonit, nëpërmjet WhatsAppit apo Viberit. Por juve që doni që në kohën që ne jemi live dhe doni që të dërgoni një mesazh, atëherë kemi pikërisht të butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas dërgoni mesazhin dhe merrni përgjigjen drejt për së drejti. Nga unë Jurpulla, ju uroj më të mirën e mundshëm. Gjithë mirat.